Po, më thuaj. Ka një pyetje më një. Po. Do të takosh 2 votues socialist. Njëri do të thotë të jep votën Erion Braças, nuk të jep dot ty. Tjetri do të thotë të jep Tilda Gjonit. Për këtë vjen më keq. Për kë më vjen më keq nga 2 votuesit? Po. Nuk më vjen keq. Jo, në kuptimin që këtë do kisha më kollaj për ta marrë ti për vete. Mos ja jep Tildës ma jep mua, apo mos ja jep Erionit ma jep mua. Kjo është tashit, sa bëjmë çik. Shiko Mariani, unë kam qenë 12-12 në zgjedhjet e 2021. Dhe nuk mendoj që edhe në këtë rast, pra për zgjedhjet tani, ne bëjmë luftë duke i thënë jo, mos voto atë apo mos voto këtë. Sepse kam frikë që... Çfarë humbet çfarë thotë? Po unë mendoj që kam mjaftueshëm njerëz aty të cilët vlerësojnë si Erion Braçe, si e Tilda ashtu dhe tjerë për gjërat që bëjnë. Unë për shembull nuk do preferoj që kanë atë. mbajtur për jetëgjatësinë. Unë s'do preferoja të isha në debat me Erion Braçën, me thonë drejtën, po të isha në vendin tënd. Kjo është zgjedhja jote, unë që kam punuar me të, edhe kur kemi qenë në opozit, patjetër që e konsideroj një koleg i cili ka pikpamje dhe ide shumë të vyera, veçanërisht këto 4 vitet e fundit që kemi bashkëpunuar, veçanërisht me një sër nismash që kanë lidhje me zonat rurale dhe bujqësinë. Po, kurse me Tildën besoj se keni pas një bashkëpunim. Patjetër që kemi pasur bashkëpunim, sepse ajo është kryetare e Komisionit Parlamentar për Çështjet Evropiane, ku unë jam antar. Kështu që patjetër që kemi bashkëpunuar me të. Votën ta mori edhe si grua hyn dhe iket diçka. Ka një diferencë që, do me thënë, të kjo 13 ka një ndarje, që do të shohim këtë, se këtë vendosin qytetarët, të vendos këtë diskutimi jonë këtu, nëse do ja marrë unë votë. Një provokim të bëri, me fërsim, kuptimin që kë ke më kollaj t'ja marrësh votën, ati që do votoj për Tildën, apo ati që do votoj për zotin Braçe? Unë kam më kollaj t'ja marrë votën ati që më ka ndjekur mua dhe më digjon mua. Ati se merë më të ja ke marrë, ati që të ndjekësin e ke, unë po thëmë duhet edhe një qik më shumë. Shtes, pa i qik më shumë. Patjetër, se s'të do të shikojmë këtë. Sa të shikë është përplasja. Nuk i bëjmë xhepa njëri tjetrit nga kjo. Nuk i bëni xhepa njëri tjetrit. Unë nuk besoj te kjo pjesë. Do shta ka tjerë që nuk besojnë. Hipokrizia është. Janë të hapur për të shikuar. Hipokrizia madhe shumë. Kam një objektiv të përditshëm takimesh dhe njerëzish që duan të krejt dhe t'i takoj. Tildës për shembull që votuesit tatë dhe votuesit e Erion Braçës. Edhe shkon votuesi jote për atë japi me Tildës. Tiken ashtu. Xhepat janë xhosh. Kjo është. Aman keq se pse ai ka të hershme këto se Kjo është një histori që mbulohet vetëm me një mënyrë, sipas mendjes time, me punën, duke takuar sa më shumë njerëz, duke u prezantuar, duke folur qoftë për ato që janë aspektet personale, qoftë për ato që është programi. Do të dalësh? Mendoj që po. Do t'ja dalësh? Mendoj që do t'ja dalë, po. Okej, dakor. Kam besimin tek kjo. Përshmërim për veten tënde. Dhe duke parë ato se si po vën takimet e këtyre ditëve, më përforcohet. Erla, diçka. E para njerë duhet të theksoj atë që thash më përpara, që për mua listat e hapura janë më të mira se listat e mbyllura të dyja partive. Ky është gjykimi im. Unë do doja që si Etieni, si doktor Iliri të ishin listat të mbyllura, drejt me thënë. Ky është gjykim a priori. Ky është gjykim, po pra, të ishin deputet, gjykim a priori. E dyta, në këtë fushat e shoh nga të dyja, të shoh një hipokrizi të madhe. Më thënë, ne votojmë, ne mundohemi për partin, po jo për vetë. Kjo është hipokrizi. Që të gjenjejmë njerëzit kot në tani. Jo, më jo, ke gabim. Mirë, për mua po theme. Po jo, më për ty, po i ke gabim se ti merr tëra nga logjikës, ka një anë shifresh. Edhe njërë. Më lë ta them pra një gjë. Jo vetëm që është hipokrizi. 12 mandatet e sigurta në Tiranë. Po pse vota jote për kë është për PSD-n? Që kërkon ti për votën tënde personale? Ata mbaroj. Është votë për PSD-n, është pse për kë është. Se unë se kuptoj të logjikë. Të ngrëj listën e mbyllur. Po pra këtë po them. Edhe një pra. Po duke maksimizuar votën për PS-n sot. Po jo pra jo është e kundërt. Patjetër. Logjika e këtij sistemi është e kundërta. Duke maksimizuar votën tënde personale, maksimizon votën për partinë. Nuk është ja japin s'është nuk është thënë. Jo pra Erla, të lutem edhe një. Është ndryshe, logjika e këtij sistemi elektoral është pikërisht kjo, që secili të maksimizoj votën për vete dhe duke maksimizuar votën për vete, duke marrë sa më shumë vota për vete, i rrit dhe votën partisë. Këta tani, le ta themi hapur, këta që janë në listë hapur, këta do punojnë për ata që janë listë mbyllur. Ata që janë listë mbyllur në kafe do t'i kesh gjithë ditën ata. Duke pirë kafe, duke ndëjtur,
këta që janë më të mirët në gjykimin tim, do kërkojnë vota për partinë. Dhe e di qa ndodh me këtë sistem. Mund të ndodh që doktori Liri mund të ketë 50.000 preferenca në Tiranë dhe s'mund të dali deputet. Si s'mund të dali? Po s'mund sepse partia e ti në shifra të përgjithshme ndoshta nuk i kalon 12 për shumë. Më kupton logjikën? Dhe mund të ndodh që ai që është në listë hapur, mund të marrë 20-30.000 vota preferenca dhe ta kaloj dhe numrin e votave që i duhen. Dhe nuk mund të jetë deputet. Pse nuk mund të jetë? Sepse partia në total të votave nuk i kalon 12 deputet, po them, nuk mund t'i kaloj. Gjë që mund të ndodhi. Prandaj ka disa aberacione ky sistem. Dhe unë po them që gjitha këto që bën dhe PD-ja dhe PS-ja në këtë funksion thashun që është hipokrizi. E para është hipokrizi në kuptimin se nuk është e vërtet, unë gjykoj që nuk është e vërtet. Ai që është në garda hapur është në listë hapur sepse e mban ambicia politike, dhe të kesh ambicie politike nuk është gjë e keqe, se nuk jemi në komunizëm që të quani karrierist. Ata që janë në listë aty kanë ambicie për zgjedhur deputet, se për çfarë janë aty. Kështu që në këtë kuptim bëjnë gara për votën e tyre dhe nuk është dhe efikase. Sepse vota që do kërkosh ti për veten tënde, Etienne Xhafaj, është votë që kontribuon për partinë, është e kundra. Pra, duke kontribuar për partinë, nuk është se shton votat individuale. Duke shtuar votat individuale, kontribuon për partinë. Kjo është sensi garës i këtij sistemi zgjedhor. Dhe prandaj po themi që nuk është as efikase, më në rregull. Sepse unë mendimet e ndryshme nuk është as efikase dhe nuk është e sinqertë drejt për të. Është Manjani ka një pyetje doktorit tash, më thonë për qenë fair. Funksionojnë të dyja, është e vërtet, por që kur ke vetëm një flet, zakonisht 30% e votave shkojnë vetëm për partinë. Atje në ditë cila është logjika. Socialistët do votojnë Partinë Socialiste. Po jo pra jo në çdo rast, sigurisht po flasim me logjikë. Ty mund të votoj edhe një person i cili nuk është më PS nga një jetë personale. Dhe ajo vota jote individuale shkon për partinë. Kurse ata që janë me PS do ta votojnë PS. Në këtë kuptim themun që është logjikë ndryshe. Ajo që po të them është që unë jam përgjegjës për rezultatin e zgjedhjeve në ato 3 njësi administrative. Dhe përgjegjës jo për sa vota nxjerr për veten time aty. Pastaj sigurisht më votat e tua ku ti shkojnë, në PD si shkojnë votat e tua? Jo, Partia Socialiste i shkojnë patjetër sepse jam kandidati i Partisë Socialiste. Patjetër çfarë, pra ku është problemi që ta thuash? Kemi një prioritet që kur ndahen dhe numërohen të ketë 18 e ka pasur herën e fundit të ketë 20 mandate Partia Socialiste, sepse për ato 8 mandatet e tjera, pastaj... Oke, rritur ti preferencat individuale, rritet. Shikë, të partitë bëhen i gjithë boring, më thonë, kështu të mërzitshëm tani. Bëjnë pak... Së dhe pak e. Tim Amerikanët nuk e ke mirë, po anglisht i thua shprehje. Vërtet. Ka dhe, ta them në gjermanisht. Ja.